keni një qasje më ndryshe. Se parti tjera opozitare, po dhe se alianca deri tash. Nuk jeni shumë, si me thonë, brutal në kritik, po për se cilin kritik që po e bëni, keni alternativën që po e ofroni. Dhe mu, me që jam edhe i biznesit, mu më ka met këgja shumë kështu në kokë të vëshëja për bizneset. Që ka qenë 50.000 euro me hynë të vëshë, është zbrit në 30.000, ju po propozoni me që në 100.000. Për me ndihmu bizneset e vogla në fillimet e tyne, konkretisht në fillimet e tyne. Pse kjo qasje e ju, zoti Gjini, që nuk është ma e kritika që disa e kanë interpretu kritika brutale Ramush Haradinajt në raport me Albin Kurtin? Tash, edhe në Gjakov, kur këm garu njëjtë këm bo, edhe në 2017, unë e du demokracinë, e di që gjithë kushtat, po seriosisht e du demokracinë. Unë jam rritë një sistem tjetër, edhe mu ma ka ndru jetën, me thonë, edhe mendjen, demokracia, vetë që kem njës me fole, me edhoni ide tona. Prej këti fakti, unë menoj që politikanë duhen me garu për me bo diçka masit fitojnë. Duhen me pas një ide, qa do me bo ditën që të besohet detyra. E di që në pjesën më të madhe, në Kosovë, jo të gjithë, të jemi të qartë, po një pjesë e madhe e politikanëve, këtë energjin edhe munin e shpenzojnë për me i fitu zgjedhjet. Që është okej. Amo për nërë një pjesë e vogël e din qa dojnë me bo mas nej. Qa do me bo mas i të fitojsh. E në demokraci duhet me egzistu që kjo ndërlidhje. Po që synoj me i fitu zgjedhjet, me marrë besimin e popullit, po duhet me i tregu qa do me bo mas nej. Edhe me provu jo veç me tregu qa do me bo, qka kanë qef me një njerëzit, do me bo një, 2-3, me bo një farliste pa lidhje, po edhe me tregu pse. Me edho në esencën, qa nën kuptën që tash për mu këthyte pyetja jote, është modeli jemi i punës. Unë gjithmonë e kom kritiku qeverin, edhe për më konë në pozit ma heret, nuk kom lënë gjopa, thonë. Amo tash jam të garu për me marrë detyrën. Nëse veç jam në pozit, në parlament, e bon kritiken. Amo kur garon për me marrë një detyrë, detyrimisht duhet me tregu qa do me bo. E cila është e kunder të asaj që po e kritikon. Te të vëshëja, në gjoni, Kosova i ka disa ligje, disa fytat ngusht, që edhe atë potencial që e kemi, që në fundit edhe nuk është maj madhe në botë, ka një farë modestia aty, edhe qatë potencial jemi të e mytë. Qa ndodhë me të vëshën shumë thjesht, për mos me e zgjatë shumë në emision. Nëse 30.000 euro është pragu i të vëshët, që do të thotë? Qarkullimi deri në 30.000 euro nuk paguhet të vëshëja, mbi 30.000 euro paguhet, që është 18%. Supozo që një biznes i vogël, familjar, një ombeltore, një qajtore, një berber, kush do qoftë, qarkullon 100 euro në ditë, që sot nuk janë shumë 100 euro, inflacioni e ka myt 100 euro, njën shumë pak. A i më rinë 36.500 euro në vitë. Me njëherë duhet me i pagu 18%. 36.500 euro nëse 20% e ka margjën e fitimit, që shumë pak kush e ka 20%, i bin diku 7.000 euro fitim. 18% është diku 6.000 diçka euro të vëshëtash. Edhe 10% tatimin atë 7.500, praktikisht me letra i punën pa fitim, 0-0. Qa duhen me bua atë shkret? Duhen me fshet tatimin, duhen me pagu kontabilist, se ju shkon administratat tatimore, miret me 100.000 bizneset e vogla, ma se me u marrë me të mëdha, dhe më thonë edhe shtymen edhe resurset e shtetit, hupin kot me temat kota. Nuk kanë mundësi me marrë kredi, se me 30.000 euro qarkullim nuk jep kredi banka, nuk kanë mundësi me rrit biznesin, nuk kanë mundësi me punësu edhe një me letra, se duhet me i pagu 2 tatime të ardhura personale. Gjithë shka e shtym, e mëtë nuk e len me jetës për para. Edhe Kosova e ka 30.000, për mi përfundu, Shqipnia e ka 103.000. Serbia më duket e ka gjatë 8.000. Kroacia ka 60.000. BE-ja e lejon 100.000. Vendet shumë zhvillume e lejojnë që deri 100.000 euro qarkullim mundesh mos me hyrë në skemë të pagesës. Si do qoftë, qëllimi është diku 98.000 deri 100.000 bizneset vogla që janë familjare, që e mojnë vetë vetën, me pas mundësi më rritë, me pas mundësi më zhvillu, mos me pas nevojë me i fsheh taksat.